Majoranca socialiste ka rrëzuar në kuvent kërkesën e opozitës për zhvillimin e një debati të posaçëm parlamentar lidhur me protestat qytetare dhe qëndrimet e Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Po ashtu është hedhur poshtë edhe kërkesa për interpelancë me kryeministrin Edi Rama. Në lidhje me kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat mbi raportin e PS për Shqipërinë, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla tha se iniciativa nuk është paraqitur sipas rregullores, por shtoi se majoranca mbetet e për diskutim në kuvent. Nuk kërkohet me mocion me debat, kërkohet me mocion dhe merrni procedurë verbale, kërkohet me mocion mos besimi. Instrumentin e keni, kushtetutën e keni, mblidheni 28 firma, vini dhe kandidati, po keni kroqe dhe një pjesë tjetër, edhe hajde ta marrim shërtim. Debati në kuvent është shoqëruar edhe me qëndrime për kërkesat e protestuesve për fshirë idenë e kufizimeve të mandateve të kryeministrit, të cilën Balla e konsideroi si çështje që vendoset vetëm nga vota e qytetarëve. Po në rastin e Republikave Parlamentare, kufizimin e mandateve ta bën vetëm vota e popullit, nuk ta bëjnë rregullat në kushtetutë. Kështu që në këtë këndvështrim mos u lodhni kot thuaj atyre, sepse kushtetutën e kemi 3, Republikën e kemi 3 dhe nuk kemi në kushtet për të ndryshuar formën e organizimit të shtetit shqiptar. Gjatë deklarimeve të tij, Balla ka përsëritur edhe akuza për përfshirje të faktorëve të huaj në protestat qytetare, duke përmendur në mënyrë të tërthortë ndikimet nga Irani. Nuk ka asnjë dyshim që Dritan Goxhaj punon për regjimin iranian. Prej disa javësh, qytetarët protestojnë çdo mbrëmje përpara kryeministrisë duke kërkuar ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa opozita ka kërkuar që kërkesat e tyre të trajtohen në kuvent përmes një debati të posaçëm dhe interpelancë.